إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që humb atë përveç tij. E kë humb ai, nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. E plotsoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e tij përbetoheni. Ruajeni lidhjet farefisnore, sa i Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtet, fjala më e mirë është fjala e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, Allahu i lartësuar na ka dhënë mirësi të shumta. Zoti i gjithësisë na ka dhënë mirësi pa fund. Allahu i lartësuar ka bërë për ne gjithçka që na rrethon të jetë në shërbimin e njerëzit. Por Zoti i gjithësisë çdo gjë e ka krijuar me një qëllim. Edhe njeriu, Allahu i lartësuar e ka sjellë në këtë dynja për një qëllim. Zoti i gjithësisë e bën të qartë këtë në Kur'an, ku thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Vlla dhe motër, profeti alayhi salam na e bën të qartë në një hadith adhurimin më madhështor, punën më të madhe që mund të bëjë njeriu, punën më të mirë që mund të bëjë njeriu, thotë: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Dhe dijeni, thotë, se puna më e mirë që ju mund të bëni është namazi. Ky është adhurimi pra më i mirë që njeriu mund të bëjë, e me të afrohet tek Allahu i lartësuar. Në një hadith tjetër profeti alayhi salam thot: "Kupola e çështjes, maja e çështjes është Islami, ndërsa shtylla që e mban këtë kupol është namazi." Vlla dhe motër, Allahu i lartësuar në Kur'an në mbi 72 ajete na porosit me fal namazin. Në shumë ajete Zoti i gjithësisë urdhëron për faljen e namazit. "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, dhe nuk u urdhëruan vetëm se
që ta adhurojnë Allahun, më pas wa yuqimus salah, dhe ta falin namazin. Ose në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: hafidhu ala salawat, kujdesuni për namazet. Njëri prej të parëve porosit dhe thot: nëse do të dish se si e ke çfarë pozite, çfarë pozicioni ke tek Zoti i gjithësisë, shiko se çfarë pozite, çfarë pozicioni kanë urdhëresat e Allahut lartësuar tek ti. Vlla dhe motër, namazi është lidhje me Zotin e gjithësisë. Namazi për ne është jetë. Namazi për muslimanin është jetë. Ai e fillon ditën e tij me namaz. E mbyll ditën e tij me namaz. Fëmia qysh në hapat e para që mëson fen, e fillon duke mësuar namazin. Ne për të rënë shi, kur nuk bie shi, falim namaz. Ne kur jemi mdyshje për të zgjedh diçka, falim namazin e istikhares. Ne kur ndahemi nga kjo dynja, përsëri mbyllet kjo dynja për ne me namaz, namazi i xhenazes. Pra gjithë jeta jon duhet me qenë të lidhur me Allahun e lartësuar, me krijuesin e gjithësisë, Zoti i gjithësisë. Njerëzit më të zgjedhur janë profetët, pikërisht ata të gjithë kanë falë namaz. Allahu i lartësuar përmend për Yunusin alayhis salam, i cili u sprovu shumë, e gëlltiti atë balena. Zoti i gjithësisë thot: sikur ai mos të ishte prej namazlive, ai do të qëndronte në barkun e saj deri ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar përmend për Ibrahimin alayhis salam, ndryshe njihet babai i profetëve, thot Ibrahimi alayhis salam: o Zot, unë kam vendosur një pjesë të familjes time në një lugin ku në të nuk ka bimësi, nuk ka gjallësa, pranë shtëpisë tënde të shenjtë. O Allah, Rabbana li yuqimus salah. O Allah, që ata ta falin namazin. Zoti i gjithësisë përmend për djalin e Ibrahimit alayhis salam, për Ismailin. Ai urdhëronte pjesëtarët e familjes së tij që ta falnin namazin. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an për Zekerian alayhis salam: wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ai ishte në këmbë duke u falur në vendfaljen e tij. Përmend Zoti i gjithësisë për Isain alayhis salam: qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah. Përmend për Isain alayhis salam se Zoti i gjithësisë e porositi atë me fal namazin. Pra namazi është tradita e profetëve të Zotit. Është ajo që kanë praktikuar profetët e Allahut lartësuar. Është çështja me të cilën ne afrohemi tek Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë, të gjitha urdhëresat profetit alayhis salam ja urdhëroi kur ai ishte në tokë, ndërsa namazi, për treguar rëndësinë dhe veçantinë që ka Allahu i lartësuar, e bëri obligim për këtë ummet kur e ngjiti profetin sallallahu alaihi wasallam në qiell. Vlla dhe motër, ne jemi njerëz të cilët gabojmë, jemi njerëz të cilët mëkatojmë, e ky namaz është shkak që të na fshihen e të na falen mëkatet. Profeti alayhis salam thot në një hadith: 5 namazet, xhumaja deri në xhuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë shkak pa përfshirjen e mëkateve që bëhen mes tyre, nëse njeriu i shmanget mëkateve të mëdha. Madje në një hadith tjetër profeti alayhis salam përmend se kur njeriu pra shëndron namaz, lidhet namaz, sa herë që bin ruku apo bin sejdë, i bin gjunafet. Madje përmend profeti alayhis salam në një hadith tjetër thot: mëkatoni, e kur falni thot sabahun, i fshin ato. Më pas përmend pra se njeriu gabon, mëkaton, derisa vjen dreka e fal atë, i fshin ato. Më pas përmend profeti alayhis salam i kindin, akshamin, yatsin, dhe më pas thot ju binin gjumë dhe nuk ju shkruan bra lapsi se çfarë bëhet në gjumë. Atëherë ky namaz është shkak me u fshi mëkatet tona. Tregon njëri prej sahabëve, shokëve të profetit alayhis salam, thot Zoti i gjithësisë ka një melek i cili thërret për çdo namaz dhe thot: çohuni dhe fikeni zjarrin të cilin e keni ndezur. Pra ato mëkate që ne bëjmë, ato gabime që ne bëjmë, bëhet shkak namazi për t'i fshirë ato. I jep një herë një shembull profeti alayhis salam shokëve të tij. I thot: si mendoni për një person para shtëpisë së tij kalon një lum e ai lahet në të 5 herë.
A do t'i mbetet, thot profeti alayhi salam, këtij njeriu ndonjë papastërti? Than jo, i dërguar i Zotit. Tha ashtu pra është edhe ai i cili i fal 5 namazet. Vllai i nderuar, motër e nderuar, ky namaz është shkak që të ngrihen gradat e tua lart në xhennet. Dhe gjithë duam xhennetin. Gjithë duam gradat e larta në xhennet. E po profeti alayhi salam i tregon një herë shërbetorit të tij, i thotë se ti pra nuk bën një sejdë për Allahun vetëm se Zoti i gjithësisë ngren një grad tek ai. Po grada midis gradës në xhennet është sa largësia midis qiejve dhe tokës. Ky namaz është dëshira më e madhe që do të kishte ai i cili ka ndru jetë. Madje profeti alayhi salam një herë u thot shokëve të tij, kalon pranë një varri të ri dhe ju thot atyre 2 rekate nga ato të cilat ju i neglizhoni, pra nafilet. Thot janë më të dashura për këtë se sa pjesa tjetër e dynjas tuaj. Imagjinoje 2 rekate nafile, po farzi, po detyra që e kemi prej Allahut lartësuar, prej Zotit gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur ishte në shtratin e vdekjes, momentet e fundit pra ka vujt, sallallahu alaihi wasallam, dëgjon ezanin. I urdhëron shokët, pra ata që kishte rreth tij, i thot t'i hidhnin ujë sepse i binte të fikt. T'i hidhnin ujë që të merrte veten, të shkonte ti përgjigje. E kam përsërit 2-3 herë këtë gjë. Me ju përgjigj ezanit, me e fal namazin profeti alayhi salam. Shokët e tij vazhduan të ndiqnin këtë rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i kushtuar rëndësi tepër të madhe namazit, jo vetëm namazit, por namazit me xhamat. Sa që kishte prej tyre ishte njëri e kishte tepër larg shtëpinë nga xhamia e profetit alayhi salam. Dhe vinte vazhdimisht për të fal namazin derisa i than po ti merr një shtëpi këtu afër dhe të falesh. Tha dua për çdo hap që shkoj dhe vi të marrë shpërblim, më shkruhen se vap. Profeti alayhi salam tha ja ka bashkuar Allahu, pra do ja jap Allahu atë që ai ka për synim. Vllai i nderuar, ky namaz që ne falim është shkak që gjendja jonë emocionale të stabilizohet. Sepse Zoti i gjithësisë thot në Kur'an e përshkruan njeriu, thot innal insana khuliqa halu'a. Njeriu është i krijuar në një gjendje pra të ndryshueshme. Idha massahu sharru jazua, kur atë e godet ndonjë fatkeqësi ligështohet, wa idha massahu al-khayru manua, e kur atij i vjen ndonjë e mirë, ai bëhet si koprat, illa al-musallin, përveç atyre që janë tregullt me namazet, që falin namazet. Ky namaz është shkak që me i bë ballë vështirësive, të cilat mund të na godasin gjatë jetës. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah, kërkojeni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Përmendet për Ibn Abbasin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ishte në një udhtim dhe i vjen lajmi se kishte ndruar jetë vllai i tij gjatë rrugës. Lajm i dhimbshëm. Çfarë bëri? Veçua diku dhe filloi të falte namaz. Pasi përfundoi, tha wasta'inu bis-sabri was-salah, kërkojeni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Ky namaz është shkak që njeriu të fitojë mirësi të shumta në dynja dhe në ahiret. Ky namaz është shkak që njeriu të shpëtojë nga dënimi i varrit, sepse ne siç e dim, në varr njeriu t'i vjen dënimi e tek koka e tij qëndron namazi. Nëse afrohet i thot pra jo, tek unë nuk ke rrugë. Ky namaz është shkak që njeriu në botën tjetër të fitojë xhenetin, kush i fal 5 vaktet, i premtohet atij xheneti, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhennet si shpërblim i asaj që ju vepruat. Imagjinoje ti po të kesh dhe secili prej nesh e ka një njeri të veçantë, një njeri tepër të shtrenjtë. Ai në momentet e fundit të jetës të ta lejë një porosi, të ta lejë një amanet. Ty nuk ka për të zonë gjumi, derisa t'ja çosh në vend atë amanet. Për shembull do thot dikush më kalon amanet baba.
nuk e zë gjumit derisa ta çojnë vend. Po mirë, po kur ky që ta kalon këtë porosi është profeti sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e fundit që kalon profeti alaihi salam, as-salat as-salah, namazi, thot transmetuesi i hadithit e ka përsërit profeti alaihi salam këtë gjë derisa nuk po i dilte më zori. Sallallahu alaihi wasallam. Po mendoje me mu vlla dhe motër kur dalim ditën e gjykimit dhe të përballesh me profetin sallallahu alaihi wasallam. E të pyes për namazin. Çfarë do të jetë përgjigjja jote? Ndoshta ke puna, po ta lën një porosi, një amanet, do ta krysh në formën më të bukur. Pse? Sepse ka këmbim diçka. Ka këmbim diçka nga kjo dynja. Po kur të thuhet që namazi ka shpërblim xhenetin. Po Allahu të lartësuar çfarë do t'i përgjigjemi? Mirë profetit alayhis salam. Po Zoti i gjithësisë çfarë do t'i përgjigjet ai besimtar që tregohet neglizhent me namazin? Dhe ne e dim se vjen hadith profetit alayhis salam që puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit është namazi. Nëse ajo kalon me sukses, lehtë janë çështje tjera. E nëse robi ngec tek ajo, Zoti na ruaj. Nuk ka për të hyrë zjarr, thot profeti alayhis salam, një njeri i cili falet para lindjes diellit dhe para perëndimit. Pra ka për qëllim fal namazin e sabahut dhe të ikindis. Elu Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i kushtojnë rëndësi kësaj shtylle të rëndësishme të Islamit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.